Përshëndetje të nderuar shikues, jemi me emisionin Gjurmët në televizionin Alsat për të sjellur deri tek ju sot një temë që është mjaft aktuale. Jemi në periudhën e zgjedhjeve lokale dhe pjesa më e rëndësishme e kësaj periudhe janë pikërisht kultura zgjedhore dhe rëndësia e zgjedhjeve të lira e demokratike. Sot do të ndalemi tek kjo çështje mjaft thelbësore e jetës demokratike që përbën një shoqëri mjaft funksionale. Zgjedhjet nuk janë vetëm një proces teknik ku qytetarët thjesht hedhin një fletë votimi në një kuti, ato janë një moment mjaft kyç ku populli merr në dorë fatin e tij politik, ekonomik, por edhe shoqëror, për shkak se këto trija bashkë shkojnë si një zinxhir që formsojnë shoqërinë tonë. Për të kuptuar dhe vlerësuar rolin e tyre të plot, duhet të kuptojmë edhe konceptin e kulturës zgjedhore. Kultura zgjedhore nuk ka të bëjë vetëm me ditën e votimit, ajo fillon shumë më herët, me mënyrën se si qytetarët informohen, si diskutojnë për çështjet publike, por edhe si formojnë bindjet e tyre politike e mbi të gjitha si i respektojnë mendimet e ndryshme dhe rregullat e lojës demokratike. Kultura zgjedhore është më tepër një mënyrë se si një shoqëri e sheh dhe e përjeton të gjithë procesin zgjedhor, pasqyron nivelin e vetdijes së njerëzve, vetdijes politike të qytetarëve, sjelljen e partive politike, por edhe rolin e mediave dhe institucioneve që funksionojnë dhe garantojnë integritetin e plot të zgjedhjeve. Në të kundërtën, aty ku mungon kjo vetdije politike, procesi i votimit rrezikon të kthehet në një farsë në vend të konkurrencës të ndershme. Kemi akuza, kemi presione, manipulime, shitblerje votash edhe një klim mjaft që do të ulë besimin e qytetarëve dhe vetë shoqërisë tonë. Kjo është një nga plagët më të mëdha që mund të godas një vend që përpiqet të ndërtojë një shoqëri demokratike funksionale të drejtë. Andaj është e rëndësishme që të kuptojmë se zgjedhjet e lira dhe demokratike nuk janë të vetkuptueshme. Ato nuk janë një realitet që vjen automatikisht me kalimin e kohës, por janë një arritje që kërkon një përkushtim të vazhdueshëm, një përpjekje institucionale, një angazhim institucional, por edhe personal të njerëzve mbi edukimin politik. Të gjithë ne, si qytetarë, si parti politike, institucione, media, organizata, po qofshin ato të shoqërisë civile ose jo, kemi një rol për të luajtur në ndërtimin dhe forcimin e kësaj kulture zgjedhore. Një qytetar i informuar që merr pjesë në procesin zgjedhor, duke kuptuar rëndësinë e votës dhe atë kapacitet që ai ka, nuk shitet për favore apo për një premtim të zbrazët. Është themeli mbi të cilën ndërtohet një demokraci. Një parti politike që respekton kundërshtarin, që përqendrohet tek programi e jo tek sulmi personal, që pranon rezultatet e zgjedhjeve dhe kontribuon në një klim demokratike, krijon një atmosferë mjaft të shëndetshme dhe në këtë mënyrë arrihet një demokraci. Në një shoqëri me kulturë të shëndosh, këto zgjedhje nuk janë thjesht një ritual që ndodh çdo periudhë. Janë një moment kulminor i demokracisë, ku garojnë idejt, vizionet e platformat, jo vetëm individ të caktuar apo grupe interese që kërkojnë pushtet për përfitime personale. Në një shoqëri me kulturë të mirëfillt zgjedhore, zgjedhjet nuk shihen si një luftë midis neve dhe atyre, por si një garë idesh e alternativash që janë për të mirën tonë të përbashkët. Aty ku kultura zgjedhore është e brisht, shpesh mbizotron edhe gjuha e urrëties, keqinformimi, blerja e votës, por edhe manipulimi i procesit. Gjëra që i kemi pas prezente në për proceset tona zgjedhore. Në këtë kontekst, pra zgjedhjet janë një proces më tepër se sa një mekanizëm për ndërimin e partive apo kandidatëve të komunave. Ato janë një instrument i fuqishëm që do t'jep zë qytetarëve që ndihmon në ndërtimin e besimit ndaj institucioneve dhe garanton një barazi për qytetarët. Kur qytetarët besojnë se vota e tyre ka vlerë dhe se procesi është i drejtë, ata mund të angazhohen më shumë në jetën publike, ta ndjekin politikën më shumë edhe me më shumë përgjegjësi të ndikojnë në këtë kulturë, por edhe të kërkojnë drejt për drejt ata që ju takon. Pyetja shtrohet: a kemi ne si shoqëri një kulturë të shëndetshme zgjedhore? A marrim pjesë në zgjedhje të informuar, të ndërgjegjshme, të pavarur, apo ndikohemi nga interesa të ngjashme, emocionale, momentale, nga presionet e trysni që na vijnë përreth? Përgjigjja ndaj këtyre pyetjeve nuk është as pak e thjeshtë, mirë po është jetike për të ardhmen tonë demokratike dhe ne tentojmë mjaft për të. Andaj sot do të përmbledhim sa më shumë këtë temë që të sillim deri tek ju informacione më të sakta për të kuptuar e për të vetëdijsuar mbi kulturën zgjedhore. Unë ju ftoj ta ndiqni kronikën në vazhdim e më pas neve do të rikthehemi në studio për të biseduar me të ftuarin tanë. Jemi në studio për të diskutuar mbi rëndësinë e kulturës zgjedhore dhe sa realisht ne vedim për kulturën zgjedhore dhe rëndësinë e zgjedhjeve të lira e demokratike. Për të diskutuar më tepër për këtë çështje kam të ftuar sot profesorin universitar Murat Aliu. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën.
Dua ta filloj me njëherë me sa dinë qytetarët mënyrën e funksionimit të sistemit zgjedhor në vendin tonë. A kemi neve kulturë të mjaftueshme zgjedhore? Tani, edhe ashtu si që cekët zgjedhjet, në esencë kanë bënë me demokracinë, janë pjesë e sistemit demokratik, dhe base pyetja do duhet që ishte pra sa jemi ne të informuar mbi demokracinë, apo sa kemi vetdije demokratike. E tani kjo është një çështje paksa më komplekse, duke pasur parasysh edhe vetë nocionin demokraci, por edhe historikun e shoqërisë tonë. Tani, ne si shoqëri apo si shtet, por edhe si rajon, nuk është që kemi një historik gjatë dhe një raport mirëfillt me demokracinë. Kemi qenë në shoqëri që kemi jetuar për 50 vite në komunizëm, një sistem komplet i ndryshet nga demokracia, dhe tani vitet 90 hymë në atë që quhet në sistem pluralist. Por për ta përmbledhur duke pa zhvillimin historik të kësaj shoqërie, që nga vitet 90 deri ditët e sotme, jo që ne nuk kemi bërë hapa përpara, por kam përshtypjen që demokracia akoma paraqet një problem i rëndësishëm për brendësimin e saj në vetdijen tonë. Rrjedhimisht nuk kam ndonjë përshtypje që ne kemi një kulturë, apo qytetarët tani janë të informuar mbi procesin demokratik dhe rrjedhimisht edhe mbi kulturën demokratike. Pra, jo që nuk janë bërë hapa të rëndësishëm, por që kemi edhe shumë kohë për të bërë në këtë drejtim. Si ndikon kjo mungesë e informacionit në mënyrën se si sot votojnë njerëzit? Si ndikon, për shembull, le të themi kristalizimi i parë i kësaj mos vetdije mbi demokracinë apo mbi rregullat e demokracisë, ke një shoqëri ku raporti ndërmjet politikës dhe shoqërisë është krye kaput raport klientalist. Sot gjithë ato që ne shohim apo pjesa nuk do të paragjykoj, por bësh shkenca sociale do të thotë edhe të paragjykosh dhe të bësh përgjithësime ndonjëherë. Pra, shumica e qytetarëve të cilët sot votojnë partinë A apo B, kanë përshtypjen që nuk e votojnë për shkak të bindjeve të tyre politike, por për një raport të klientalist. Për arsye se për fatin tonë keq, edhe partitë politike tona, por edhe vetë shoqëria, u mungon një vetdije ideologjike. Pra, shoqëria tonë për fatkeqësisht edhe ky polarizim ndërmjet partive politike dhe vetë kampeve, pra nuk është polarizim mbi baza ideologjike, mbi baza parimore. Është kryer kaput një polarizim mbi bazat të interesave të përditshme, personale, por edhe le të themi kështu inateve personale, me qenë se ne akoma jemi një shoqëri, le të themi, vjen këtë që po e them, këtë por unë për nga natyra jam kritik, një shoqëri fisnore. Ti je me këtë parti, unë ty nuk kam qef, unë shkoj me këtë parti. Paka shumë, ky është ai raporti që kanë krijuar qytetarët me politikën dhe e kundërta. Tani sigurisht ka edhe efekte tjera, por mendoj që efekti kryesor ka të bëjë me këtë që ne me politikën kryesisht jemi të lidhur me baza klientalizmit. Edhe shumë rrallë lexohen ato programet edhe përmbajtja e programeve politike, më së shumti votohen fytyrat e emrat se sa programi zgjedhor dhe çfarë përmbajtje ka ajo në vetë. Sigurisht. Cilat janë disa prej arsyet që shumë qytetarë kryesisht të rinj hezitojnë që të dalin në zgjedhje? Pra po do të them, to janë çështje që kërkojnë një trajtim multidisiplinar apo dhe intradisiplinar. Arsyet mund të jenë të ndryshme këtij pasiviteti tek të rinjt përkarshi politikës apo asaj që quhet respublikës, hapësirës publike. Mund të jenë të ndryshme, siç thash tani, mbase njëra nga arsyet kryesore është edhe mosbesimi që është krijuar ndër vite nga politikanët, dhe kjo disi po i step dhe krijon një shoqëri amorfe, indiferente, pa interesuar karshi
politikës apo publikës, le themi, unë kam qefta që kështu publikës. Ne kemi parë 34 vjetë një skemë politike, një politikë cilët vazhdimisht i kanë zhgënjur qytetarët. Dhe shiko sot, për shembull, le ta simplifikojmë këtë çështje. Me çfarë identifikohet sot politikani, apo kur ne përmendim fjalën politik, çfarë u asocion kjo qytetarëve? U asocion mashtrim, u asocion vjedhje, u asocion gjitha gjërat negative. Dhe kjo kam përshtypjen që ka krijuar një mosbesim skajshëm tek të rinë veshme. Sigurisht tani është edhe arsyeja e epokës cilën jetojmë ne sot, epoka, le të themi, e rrjeteve sociale, e imazhit, epoka e spektaklit, ku interesimi apo fushat ku të rinë mund të orientojnë janë më të shumta sot, nuk është vetëm politika, janë sot rrjetet sociale. Pra, kjo botë, epoka postmoderne, le të themi, ka kriju atë shumë hapësira ku të rinë kryesisht ngulfatin në një hapësirë të tillë të rrjeteve sociale, për shembull, dhe vështirë kanë me zgjeru diapazonin e tyre përgjithësi. Pra, këto mund të jenë disa, sigurisht ka dhe arsye tjera, por këto besoj që janë arsyet e kryesore. Patjetër, ai bombardimi informativ që vjen prej rrjeteve sociale din të jetë shumë i dëmshëm, edhe le që propagandohet më së shumti nëpër këto rrjete, po edhe politikët si ka rënë një hije e zezë edhe të rinjt më ikin prej saj. Çfarë do t'i bën të zgjedhjet realisht të drejta dhe demokratike edhe të lira? Tani prapë po e them, janë çështje shumë komplekse që kërkojnë kohë, për shembull, instalimi apo përbrendësimi i vetdijes demokratike, pra, janë procese që zgjasin gjatë dhe nuk janë gjëra që arrihen brenda një nate. Shembull, ne kur shpesh në jetën e përditshme flasim ose përdorim për terma liri, demokraci, drejtësi, barazi, gjitha këto terma unë them për në shoqërinë tonë si Ballkanës, por edhe shqiptar janë një barë e randë. Këto janë barë e randë liria, pra. Fillimisht duhet me pas një koncept se çfarë janë këto. Duhet me pas një lloj ndërgjegje apo një vetdije se çfarë janë këto. E tani pyetja si nuk mund t'i përgjigjem drejt për drejt se çfarë. Sigurisht unë sa e kam një shprehje përdor për unë kërkoj një minimum standard, unë nuk kërkoj për shoqërisë jonë me u bën në shtet skandinavik atje. Për arsye se atyre ju desh një periudhë shumë gjatë që kanë ardhur në këtë stat. Çfarë do i duhet tani shoqërisë jonë? Sigurisht pak ky minimizim i këtij raportit klientalist që më shumë po më pengon, dhe toleranca mbi gjitha. Toleranca ndaj tjetrit, të rast ndaj kundërshtarit politik, në kuptimin e përmbajtjes së vetes nga stigmatizimi i tjetrit si i keq. Dhe rrjedhimisht nga kjo, mendoj që politikanët apo politika duhet t'i shmanget konsumimit të politikës me gjumë moraliste, pra si një dialektik, si një antagonizëm ndërmjet e mirës dhe së keqes. To nuk guxon ndodhin në politikë për arsye se gjithçka është relative. Pra ne edhe si shoqëri, meqense nuk jemi të pjekur mirë, shpesh flasim me gjuhë absolute, por gjërat nuk janë ajo çfarë për mua mund të paraqesë një vlerë pozitive, për ty paraqet vlerë negative në këtë rast. Kështu është më pra një zbutje të gjuhës, le të themi, dhe sigurisht tani edhe respektimi i rregullave të lojës. Megjithatë ne jemi shtet ligjor apo pretendojmë të jemi shteti së drejtës dhe një respektim minimal, do të thënë, të rregullave apo ligjeve, le të themi kështu. Pa diskutim, edhe në fund të ditës mendimi kritik është shumë i vlefshëm edhe secili e ka perceptimin e vet që duhet respektuar. Mendimi kritik është thelbi i demokracisë. Ndoshta kjo na mungon së shumti. Sigurisht. Çfarë hapash konkret mund të ndërmerren për të përmirësuar mënyrën e rrjetës së procesit zgjedhor kryesisht në vendin tonë? Tani kështu, ne flasim që unë si studios i shkencave sociale, si politolog, gjithë jetën flasim për këto gjëra. Unë nuk dua të jem reduksionist dhe defetist në këtë rast,
Por mua më rezulton nga këto vite punë dhe lexime që i kam bërë që këto më duken pak si muhabete klishe, gjithçka rrotullohet tek mendja, tek truri, tek vetdia, pa mos e përmirësu në ndërgjegjen, pa mos e rrit vetdijen mbi këto nocione, siç thash, mbi lirinë, demokracinë, individualizmin, urbanizimin, qytetarinë, shoqërinë civile, shumë është rëndësishme, mendimi kritik, pra gjitha këto pa mos përfitu një vetdije mbi këto nocione, gjithçka tjetër është kot. Ne mund bëjmë edhe ligje, si ligjet i kena të mira, nuk është se s'kemi ligje të mira, gjithçka është tek vetdija. Pra duket si qasje tetë reduksioniste, mirë po unë personalisht nga këto vite punë që i kam, nuk gjej do zgjidhje tjetër përveç ngritjes së vetdijes së qytetarëve mbi atë se çfarë është sistemi demokratik, çfarë përfaqëson sistemi demokratik e kështu me radhë. Çfarë mekanizmash duhet përdorur për ta ngritur këtë vetdije? Arsimimi. Unë tjetër rrugë nuk di, unë në universitet e ligjeroj historinë e filozofisë politike dhe po që se e marrim Perëndimin apo Europën si referencë, Europa ka hecë kësaj rrugë. Rrugë tjetër unë personalisht nuk di. Që din dikush, le të vijë, le të urdhëron, le ta thotë. Përveç arsimimit, tani se çfarë edhe edukimi, se çfarë këto nocione edhe këto janë gjëra, çfarë ne kuptojmë me këto, është çështje tjetër, po pak a shumë ajo gjë e parë që po na vjen në mendje është një lloj është sistemi arsimor, por jo vetëm ai formal, ne dim që kemi edhe plot hapësira jo formale ku njerëzit kanë mundësi ta ngritin veten, ta edukojnë veten dhe ta arsimojnë veten. A mendohet mjaftueshëm për interesin e qytetarëve gjatë proceseve zgjedhore, për shkak se kur e mendojnë realisht, politikanët për atë qëllim duhet të punojnë. Sa mendohet për neve? Shiko, kështu tash, unë personalisht nuk jam nga ato idealistët që mendojnë që politikani duhet apo sheh vetëm interesin e përgjithshëm. Unë mendoj që është një lloj simbioze ndërmjet interesit publik dhe interesit personal. Mendoj që janë të pashkëpuqme këto dy elemente. Tani sa i shohin, unë kam përshtypjen që ato nuk i shohin politika përgjithësi, këto 34 vite, po e veçanti këto momente kam përshtypjen që interesi publik është diku në margjina. Mbi gjitha lufta bëhet për interesat pushtetit dhe interesa personale. Prap do kthehem tek vetdia. Ne mos harrojmë diçka që politika është nëse flas me terma marksist, është refleksioni bazës i strukturës. Ne nuk duhet të jetojmë me iluzione apo me deluzione që një shoqëri, siç është kjo e jona, mund prodhoj politikë tjetër fare. Ato janë refleksioni i joni, ato kanë dalë, janë kojshit tonë, janë miqë tonë, janë prindërët tanë. Mendoj që këtu ekziston tek shoqëria jonë një lloj deluzioni ku ato imagjinohen, përfytyrohen sikur me na pas ardhur ne prej Skandinavisë. Jo. Pra ato detyrimisht janë produkti jonë. Dhe kur jemi tek kjo pikë, nga ajo që shohim nga përfaqësuesit tanë, sigurisht me përjashtime, pra nuk është një nivel i kënaqshëm, niveli atyre arsimor, niveli atyre edukativ, por edhe vetdia e tyre, le të themi ideore apo ideologjike, nga ajo që shohim, është tetë në nivelin e duhur, mendoj unë. Edhe është shumë e vështirë ta çrrënjosim këtë mentalitet kur e kemi që sa vite, dekada do të kisha thënë. Si, për shkak se gjatë kësaj periudhe po na bombardojnë edhe programet zgjedhore, si vlerësoni nga këndvështrimi juaj programet zgjedhore në vendin tonë? Çka ofrojnë ato? A janë të mjaftueshme për qytetarët? Edhe më e rëndësishmja, sa din qytetarët i lexojnë këto programe zgjedhore? Unë ta them vetëm nuk kam lexuar ndonjë program zgjedhor dhe nuk e di a kanë, por edhe nëse ekzistojnë ato, unë për vete i llogaris një lloj klisheje, disa fjalë, le të themi, boshe janë programe pa bërtham dhe pa esencë, pa u mendu dhe projektu
siç duhet. Janë momentale, sa për ta bëa detin, ase kështu, për me fitu zgjedhjet dhe kam përshtypjen që megjithëse tani nëse flasim për zgjedhjet lokale, këto janë zgjedhje lokale, ne nuk do të presim edhe çuditërash nga këto programe, ne kryetarët e komunave pak a shumë e dim çka bëjnë dhe çka duhet të bëjnë. Janë çështje kanalizimesh, janë çështje kujtësiellash, rrugësh, ndërtimesh trotuareve, kështu me radhë. Por ajo që shohim është që ka një aratisje nga kjo përgjegjësi dhe politika po orientohet në çështje pak më madhore, për arsye se nuk ka çka i fletshëm qytetarit në këtë drejtim. Po edhe nëse nuk i shohim, se shpesh njerëzit e kanë këtë përshtypje që okej, janë zgjedhje lokale, janë më pak të rëndësishme, janë më të vogla, mirë po nëse neve nuk i kemi këto kushtet bazë, kushtet ekzistenciale që i meriton se cili banor t'i ketë, çka presim për më tej? Kjo është edhe një lloj, mos jemi ashpër, edhe një lloj patologjie e shoqërive tona, si shoqëritë tonë, cilët si rezultat e një parealizueshmërie të vetes dhe vetvetes, kanë qef me u marrë me grand narracione, me mega projekte, duke janë anashkalu gjërat të vogla, të imta, por që janë thelbësore për jetën tonë. E kam këtë, nuk e di pse, e kam këtë mendim që shoqëria jonë ka që flase për gjëra të mëdha, për grand narracione, për mega projekte dhe nuk mendoj që dikujt i bëm përshtypje ajo çka po ndodh në komunat tone. Se sikur të na kishte bërë përshtypje, ne moti do kishim pastruar me këtë klasë apo elitë politike. Pa diskutim. Dua të ndalem pak tek disa ngjarje më të fundit. Si vlerësoni këto banalizimet e fundit me përdorimin e gjuhës edhe termave denigrues nga politikanët tanë gjatë kësaj periudhe fushatësh? Gjuha është një mjet i fuqishëm komunikimi, është le të themi instrumenti kryesor që e përçon mesazhin tek qytetarët, por jo vetëm ajo flet edhe për veten tënde. Tani nuk është që ne jemi mësuar të kemi ndonjë gjuhë le të themi të kujdesshme nga politikanët, veç mas këto para fushatat zgjedhore, por tani kam përshtypjen që ka denigruar në një nivel të tillë saqë ne nuk kena mësuar apo nuk kena pa më përpara. Tani prap do të them arsyet mund të jenë të ndryshme, por megjithatë prap mendoj që ka të bëjë me një tentativë apo përpjekje për të aratisur nga çështjet thelbësore dhe për ta zhvendos debatit diku komplet tjetër në një hapësirë tjetër ku politikani i caktuar ndjehet më rahat dhe më me pak përgjegjësi. Se kjo elitë politike nuk ka dhe që ka na flet ne shumë për çështjet thelbësore, për arsye se kanë ushtruar pushtetin për një periudhë gjatë dhe gjendjen e kemi të ne siç e kemi. Mbase mund të jetë edhe një lloj edhe frike, një lloj frike për të ardhmen e X apo Y politikanit dhe mjeti fundit që i ngelet apo fija e fundit e shpresës, mbase e shohin në një gjuhë më tashpër dhe polarizuese, le të themi, për arsye se polarizimi, gjuha polarizuese polarizon edhe kampet në këtë rast, kur polarizohen kampet ti fiton një lloj vetbesimi që të paktën qytetarët kampin tanë nuk po të largohen apo nuk po të ikin. Sa është e dëmshme një gjuhë e tillë për imazhin që e ka politika tek qytetarët? Absolutisht është shumë e dëmshme. Tani ne do ta themi edhe një diçka që politika sado që nuk vrapon pas së vërtetës, politika kur nuk e ka pas qëllim të vërtetën e ka qëllim shkenca, megjithatë e ka një dimension pedagogjik, një dimension emancipues. Kuptimin që politika e merr rolin ta me emancipu masat, me emancipu
qytetarët. Tani ne shohim këtë që këtë dimension e ka humbur komplet elita politike, për më tepër në vend që qytetarët t'i përshtaten politikës, tani çka ndodh, politika i përshtatet nivelit të qytetarëve. Dhe kjo në një aspekt perspektiv më gjerë dhe më gjatë vërtet është e dëmshme për arsye se ne qëndrojmë stand-by, e rrujmë një lloj status quo-je për nga ajo që thuni kultura politike dhe nuk na lejon ne që të ecim përpara. Për arsye se historia njerëzore është histori e progresit. Ne detyrimisht duhet me qoftë me hapat nga lartë, apo me shpejta duhet me heqë. Dhe tani kjo gjuhë kam përshtypjen që e frenon një gjë të tillë. Në vend që ne çdo 4 vjet kur kemi cikle zgjedhore, ta sofistikojmë gjuhën, pra ne kam përshtypjen që shënon një lloj regresi. Është shumë e vërtetë dhe e gjithë kjo ndikon prap kthehemi te ajo që thatë edhe më herët, vedia, sa mungon vedia të qytetarit, edhe në fund të ditës ato qytetar nesër bëhen politikanë dhe është një rrjedhë pandalshme. Është një rreth vicioz është kjo, rreth vicioz është. Faleminderit shumë për bisedën, faleminderit shumë për kohën, ishte kjo e tëra. Faleminderit shumë. Ishte kjo e tëra që neve kemi përgatitur për sot, faleminderit për vëmendjen, bashkë do të takohemi edhe nesër për të biseduar për tema të tjera. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.